Novena e Krishtlindjes. Shpëtimtari ynë i bekuar e kaloi pjesën e parë të fëmijërisë së tij në Egjipt, duke jetuar atje për disa vite, një jetë varfërie dhe poshtërimi. Në atë vend Jozefi dhe Maria ishin të huaj, duke mos pasur as të afërm as miq. Vetëm me vështirësi mund ta fitonin bukën e përditshme, me punën e duarve të tyre. Shtëpia e tyre ishte e varfër, shtrati i tyre ishte i varfër, ushqimi i tyre ishte i varfër. Këtu Jezusi fëmijë bëri hapat e tij të parë, edhe këtu ai foli fjalët e tij të para. O mrekulli e mrekullive, ku nuk e ka ulur veten Perëndia për dashurinë për ne? Një Perëndi që pengohet dhe bie ndërsa ecën, një Perëndi që belbëzon në të folur. Jashtë kësaj, ishte jeta e varfër dhe e përullur që Jezusi bëri në Nazaret, pas kthimit nga Egjipti. Atje deri në moshën 30 vjeç, ai jetoi si një shërbëtor ose punëtor i thjesht, në një punishte druri, duke marrë porosi nga Jozefi dhe Maria, dhe ai u nënshtrua atyre. Jezusi shkoi të merrte ujë, ai hapi dhe mbylli dyqanin, ai fshiu shtëpinë, mblodhi copat e druve për zjarin dhe punoi gjithë ditën, duke ndihmuar Jozefin në punën e tij. Por kush është ky? Vetë Zoti, duke shërbyer si nxënës, Zoti i gjithëpushtetshëm, i cili me më pak se një lëvizje të gishtit të tij, krijoi të gjithë universin. A nuk duhet që vetëm mendimi për këtë të na shtyjë ta duam atë? O Jezus, shpëtimtari im, kur mendoj se si për dashurinë time, ti kalove 30 vjet të jetës tënde i fshehur dhe i panjohur, në një punishte të varfër, si mund të dëshiroj kënaqësitë, nderimet dhe pasuritë e botës, me kënaqësi heq dorë nga të gjitha këto gjëra, pasi dëshiroj të jem shoqëruesi yt në këtë tokë, i varfër siç ishe ti, i poshtëruar dhe i përullur siç ishe ti, në mënyrë që të shpresoj të jem në gjendje një ditë të shijoj shoqërinë tënde në qiell, cilat janë të gjitha thesaret dhe mbretëritë e kësaj bote. Ti, o Jezus, je thesari im i vetëm, e vetmja e mire imja. Më vjen shumë keq për shumë herë në të kaluarën, kur kam hedhur poshtë miqësinë tënde për të kënaqur tekat e mia të pamenduara. Më vjen keq për to me gjithë zemër. Për të ardhmen do të preferoja ta humbisja jetën time, 1000 herë se sa të humbisja irin tënd për shkak të mëkatit. Dëshiroj të mos të ofendoj më kur, por të dua gjithmonë. Më ndihmo të qëndroj besnik ndaj teje deri në vdekje. O Mari, ti je streha e mëkatarëve, ti je shpresa ime. Amen. Gëzuar dhe e bekuar qoftë ora dhe momenti, në të cilin lindi biri i Perëndisë, nga një virgjëresh shumë e pastër, në një stall në mesnat në Betlehem, në të ftohtin therrës. Në atë orë të bekuar, të lutem ty, të dëgjosh lutjet e mia dhe të më plotësosh dëshirat. Nëpërmjet Jezu Krishtit dhe Nënës së Tij shumë të bekuar. Amen.